Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot individ të Komisionit Evropian dhe ambasadorin e BE-s në Tiranë Silvio Gonzato për sulme të targetuara ndaj opozitës shqiptare, duke komentuar deklaratën e komisioneres për zgjerim Marta Kos për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Berisha tha se qëndrimet e saj përkojnë me ato të Gonzatos. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, i cili është një përçues i propagandës paguar të Edi Rams dhe një dizinformimit pa përmbajtur. Në Bruksel, sipas Berishës, po përhapen të pavërteta dhe për strategun e tij të fushatës elektorale, Kris Lasivita. Se Kris Lasivita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkëputur nga Bashkimi Evropian. Shqiptarët duhet ta dinë se kjo është propagandë e Edi Rams, është përcjell në të gjitha nivelet në kancelarit në Bruksel. Dhe këto janë shpifje të turfe, do bleka mos antarësimin, përkundrazi. Politika e Shteteve të Bashkuara ka qenë është që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, kreu i Partisë Demokratike theksoi se shqetësimet e opozitës lidhur me shndrimin e Shqipërisë në një narkoshtet janë konfirmuar edhe nga përfaqësuesit e djathtë ndërkombëtar pas pjesëmarrjes së tij në takimin e CDI-s në Brazil. Berisha paralajmëroi se opozita do të vazhdojë të denoncojë çdo përpjekje për dezinformim dhe manipulim, duke mbajtur qëndrim të qartë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.